Ndërgjegja një njeriu është gjithçka që ai mendon, e ka qëllim dhe e dëshiron, gjithçka që e beson se është e vërtetë dhe të cilën e miraton. A nuk do ishte mirë që ndërgjegja juaj vërtet të shpërfaqte në jetën tuaj absolutisht çdo gjë që ju miratoni? Dhe imagjinoni pak se sa të mrekullueshme do ishin gjërat që ju i miratoni vetes. Jam e sigurt që janë gjëra të mrekullueshme sepse do ishte e frikshme nëse ju i miratoni gjëra të shëmtuara vetes suaj dhe ato vërtet shfaqen. Kjo është arsyeja pse është i nevojshëm një ndryshim i ndërgjegjes para se të mund të ndryshoni botën e jashtme. Duhet ta kuptoni që ndryshimi nis nga vetja. E kanë thënë të tjerët sa herë mund të duket edhe si klishe, pse jo? Por ndryshimi nis nga vetja. Nëse ti e beson për veten tënde që ti je e pa fat, askush nuk të do, e pa aft, pa para, të gjitha këto të manifestohen. Por që në momentin e parë që ti e beson tërësisht tek vetja jote që ti je aft, je dashuruar, je shumë e bukur, ke shumë para, të gjitha këto të manifestohen. Sa e mrekullueshme është kjo. Shiu bie si rezultati një ndryshimi të temperaturës në zonat më të larta të atmosferës, kështu që në të njëjtën mënyrë një ndryshim i rrethanave ndodh si rezultati i ndryshimit të gjendjes tuaj të ndërgjegjes. Pra, transformohuni duke ripërtërir mendjen tuaj. Transformohuni, pra ndryshimi vjen në momentin që ti ripërtërin mendjen tënde, i jep mendjes tënde mendime të reja për të menduar. Romakëve 12:2. Për të transformuar, shndruar, e gjithë baza e mendimeve tuaja duhet të ndryshojë, por mendimet tuaja nuk mund të ndryshojnë sepse nuk keni ide të reja, se ju mendoni nga idetë tuaja. Duhet i jepni pra vetes të ide të reja. I gjithë transformimi fillon me një dëshirë intensive, të zjarrt për të transformuar. Hapi i parë në përtërritjen e mendjes është dëshira. Ju duhet të dëshironi të jeni ndryshe dhe ta keni ndërmend të jeni. Pra, përveç se ta dëshironi diçka, duhet ja jepni mundësinë vetes që ta kërkoni. Sepse njerëzit mund të dëshirojnë shumë gjëra edhe thonë, unë e dëshiroj këtë gjën, po e di që se arrit dot. Ti mundesh ta kërkosh këtë gjën. Pra, duhet t'ja japësh mundësinë vetes që, okay, e kam ndarë mendjen. E dua këtë gjë. Përpara se të filloni të ndryshoni veten. Atëherë ju duhet të bëni ëndrrën tuaj të ardhshme një fakt të tanishëm. Ju e bëni këtë duke supozuar se ndjenja e dëshirës tuaj vetë është përmbushur, duke pasur qëllimin të jeni ndryshe nga ajo që jeni. Mund të krijoni një ideal të personi që dëshironi të jeni dhe të supozoni se tashmë ju vetë jeni ai person. Nëse ky supozim vazhdon deri kur të bëhet ndjenja juaj dominuese, arritja e idealit tuaj është e pashmangshme. Në momentin që i cakton vetes këtë dëshirë, nuk e për të arritur ditën e parë, as ditën e dytë, as të pestën. Ndoshta mund të marrë edhe një vit. Por është patjetër, është pak po e sigurt që ajo do shfaqet, sepse ti çdo ditë do të jesh duke i mbushur mendjen vetes tënde që kjo gjëja është e vërtetë. Dhe çdo ditë ti do arrish të shohësh situata, ngjarje, rrethana, do të shohësh gjithë universin që lëviz rreth teje për të plotësuar këtë dëshirë tënde, për ta krijuar këtë identitet tëndin. Edhe sa më shumë ti japësh të njohur të këtyre situatave, sepse ka shumë njerëz që i shohin, vazhdoj të them të njëjtën shprehje që Zoti nuk është mase për të gërvishur, Zoti nuk do vi tulet aty përpara teje. Edhe do të thotë ty që shiko se gjërat janë kështu apo gjërat janë ashtu. Kjo nuk ka për të ndodhur. E nëse je duke pritur këtë, sepse ka shumë njerëz që vërtet presin këtë, rrin deri në fund dhe thotë, i kalojnë 5 ani afër dhe i thonë që do ikse, jo, s'ka problem se mua më shpëton Zoti. Domethënë ka njerëz që vërtet i shohin shumë të qarta gjërat përpara syve të tyre. Dhe nuk e kam fjalën vetëm në këtë rast, e kam fjalën për shembull, njerëzit për nga mënyra se si shohin mundësitë e punës, ose mundësitë që ju vinë, ose domethënë çdo gjë
duhet parë në këndvështrimin që nga momenti I parë, kur ti ke shprehur një dëshirë ndërgjegjes tënde, pra ti thua ndërgjegjes tënde që unë dua të kem një punë të re, unë dua të kem më shumë para, çdo lloj mundësie duhet ta shohësh, çdo lloj gjë që të shfaqet përpara duhet ta shohësh si kjo është shenjë nga Zoti, që po më thot mua se duhet të kem më shumë para, duhet ta ndjek këtë rrugë, duhet të shkoj të ndryshoj ndoshta edhe tërësisht karrierën, të ndjek diçka të re. Se ndërkohë po konsumoj edhe kafen. Jeni bërë miqtë mi të kafes tani. Atëherë ju duhet ta bëni ëndrrën tuaj të ardhshme një fakt të tanishëm. Ju e bëni këtë duke supozuar se ndjenja e dëshirës tuaj veç se është përmbushur. Duke pasur qëllim të jeni ndryshe nga ajo që jeni, mund të krijoni një ideal të personit që dëshironi të jeni dhe të supozoni se tashmë ju veç se jeni ai person. Nëse ky supozim vazhdon deri kur të bëhet ndjenja juaj dominuese, arritja e idealit tuaj është e pashmangshme. Duhet ja japësh mundësinë vetes, ta ndjesh pikërisht këtë lloj ndjesie në gjithë trupin tënd. Ti të zgjohesh në mëngjes dhe ta dish që nuk je më ai personi që ishe dje. Ti duhet të zgjohesh në mëngjes dhe nëse I ke thënë vetes çdo ditë që unë jam e pafat, duhet të zgjohesh në mëngjes edhe thuash faleminderit që kam kaq shumë fat. Sepse ti je transformuar që në rutinën tënde, që në mënyrën se si zgjohesh, me fjalët që ti thua, energjinë që ti jep. Ideali që shpresoni të arrini është gjithmonë gati për mishërim, është gati për të qenë I misht, pra për të qenë ti, prej gjaku dhe prej mish, është gati aty ideali yt. Por nëse ju vetë nuk I ofroni kultivim prindëror, njerëzor, ai është I paftë për të rilindur ose për të lindur. Nëse ti nuk ja jep kushtet, ti nuk ja jep idetë, mendësitë, nuk ja jep hapësirën për të kuptuar botën në një këndvështrim të ri, atëherë nuk e për të arritur kur. E di, një ndër mënyrat më të mira për të parë veten tënde në mënyrë komplet ndryshe është e keni parasysh kur thoni do bëj unë avokatin e djallit, edhe do them këtë. Edhe I dilni në mbrojtje një personi që askush nuk do t'i dilte në mbrojtje. Kjo është, nëse mund ta quaj kështu, loja më e mirë që mund të bësh me veten tënde në këto momente. Pra është ta vendosësh veten në një pozicion që normalisht nuk do ishe, që normalisht askush nuk do të shihte ty në atë lloj pozicioni. Por ti bën avokatin e djallit, pra ndryshon komplet veten tënde dhe shfaqesh si një njeri I ri. Dhe pikërisht kjo është ajo që duhet të bësh. Duhet të dalësh komplet nga çdo lloj gjë që ke besuar, që ke menduar, që ke planuar më përpara, edhe ti jesh komplet njeri I ri. Gjëja që kisha më të vështirë për të pranuar, për të kaluar vetes time, ka qenë që unë isha people pleaser. Pra I doja qefin të tjerëve gjatë gjithë kohës, ndërsa sot jam një njeri që them jo edhe just for the sake of it, thjesht për qef, thjesht për të mos rënë dakord me tjetrin. Okej, ndoshta këtë e kam pasur edhe domethënë kanë qenë dy, nëse mund ta quaj kështu, për shembull, në lidhje me vllajin tim, me familjen time, doja të isha unë ajo që isha kundër rrymës, ama me njerëzit që e ndjeja se mund t'i humbisja nga momenti në moment, sepse e merja për të garantuar. I vlla, e merja për të garantuar, I vlla do t'ishte aty gjithë jetën. Edhe normalisht kur ai thoshte unë jam me Inter, unë I thoja sigurisht unë jam me Milan, sepse nuk më binte kjo dhe doja t'i bëja kundërshtin. Ama çdo lloj njeriu tjetër, miqësi, kushërin, ku di una, çdo lloj njeriu tjetër, unë bësha shumë people pleaser, doja që t'i mbaja këta njerëz me zorën jetën time, dhe derisa e kuptova që nuk mund të mbash asnjëherë me zorën jetën tënde, ndalova së qenë people pleaser. Dhe u ktheva duke qenë ashtu siç jam me tim vlla. Pra, e marr çdo gjë jo për të garantuar. Unë kam thënë dhe më përpara, kam konsideruar çdo lloj njeriu absolutisht zero. Dhe që nga ajo pikë ju jap respektin, ju jap një mirësjellje, por që nga ai moment secili duhet të punoj për të ruajtur vëmendjen time. Duhet punojnë ata për të ruajtur vëmendjen time. Edhe pikërisht këtë gjë kam ndaluar unë duke u përpjekur që të arrij vëmendjen e tyre dhe kam kthyer energjinë tek vetja dhe kam thënë jo, unë nuk jam a people pleaser, unë nuk I bëj me qefin asnjë njeriu. Kush të doj të rrinë energjinë time, atëherë duhet punoj për të arritur aty.
Në lindjen e idealit tuaj duhet të keni parasysh se metodat e njohurive mendore dhe shpirtërore janë krejtësisht të ndryshme. Në fakt, kjo është vërtet shumë interesante sepse kjo është një pikë që kuptohet vërtet si duhet nga ndoshta jo më shumë se një person në 1 milion. Një person në 1 milion. Një gjë e njihni mendërisht duke e parë nga jashtë, duke e krahasuar me gjëra të tjera, duke e analizuar dhe përcaktuar. Pra duke menduar për të. Ndërsa një gjë mund ta njihni shpirtërisht vetëm duke u bërë ajo, vetëm duke menduar si nga ky person i ri. Pra, lindja idealit tuaj duhet keni parasysh se metodat e njohurive mendore dhe shpirtërore janë krejtësisht të ndryshme. Është momenti ku ti e lë pas këtë, dua të jem Migena që ka shumë lek, dua të jem Migena që jo. Nuk ka më dua të jem. Pra nuk është diçka që është e largët, që unë e analizoj, që unë dua të jetë kështu, dua të jetë ashtu, ose vallë do ketë këtë apo vallë do ketë atë, përkundrazi, tashmë është shpirtërore, është e imja. Edhe unë përgjigjem nga ky version i ri vetes time. Dhe çfarë them? Unë jam Migena. Unë jam Migena që jam shumë e pasur. Unë jam Migena që nuk kam fjalën të kesh vetëm pasuri si kartmonedha të bëra stiva aty te shtëpia. Jo se dhe ato nuk i kam, falë Zotit i kam, por në sensin që nuk i kam në shtëpi, kam në bank. Por në sensin unë jam Migena që jam kaq e pasur sa mundem të ulem në një kafe vetëm edhe ta shijoj tërësisht kohën time. E shijoj plotësisht kohën time. Kjo është pasuria ime. Ndryshe nga të tjerë që nuk do guxonin të rrinin me mendimet e tyre as 5 minuta. Mendimet e mia janë si një kopësht shumë i bukur, në cilin unë mundem thjesht ta shijoj. Domethënë, në që momentin e parë që futem dhe rri brenda mendimeve të mia, pra e mendoj si një kopësht shumë të bukur, dhe vërtet ashtu janë. Të gjitha mendimet e mia janë të vëna shumë në rregull, janë lule duke lulëzuar sepse janë shumë pozitive të gjitha. Kjo është Migena që jam unë tani, kjo shpirtërisht jam Migena e re. Edhe shumë njerëz mundet edhe mos më njohin në momentin që unë shfaqem me këtë Migenën time të re. Duhet të jeni vetë gjëja dhe jo thjesht të flisni për të apo ta shikoni ato, qoftë edhe sikur ta shikoni me sytë e mendjes. Duhet jeni ju vetë gjëja, njeriu. Duhet të jeni si flutura e natës në kërkim të idhullit të saj, flakës që e nxit me dëshirën e vërtet, duke u zhytur menjëherë në zjarrin e shenjtë, i palosi krahët brenda, deri kur u bën një ngjyrë dhe një substancë me flakën. Veç ai që e njihte flakën në të cilin ndigjej dhe mund të tregonte veç ai që kurrë s'u kthye për të treguar. Pra, ti kalon në një komplet substancë tjetër. Edhe sinqerisht unë mendoj që nuk ka më kthim pas. Në momentin është eksaktësisht si kjo. Në këtë rast flutura u bë njësh me flakën dhe mbeti aty, nuk u kthye më kurrë pas, por unë mendoj s'u kthye më kurrë për treguar dhe unë mendoj që e njëjta gjë ndodh edhe me njerëzit. Në momentin që transformohen kaq thellësisht, nuk kthehen më, sepse nuk ka më kthim pas. Edhe ti nuk ke më asgjë as për të treguar sepse ti nuk e sheh më botën si një person që ishe më përpara. Ti e sheh botën tashmë si avokati i djallit. E kupton, ti nuk e sheh më botën si një njeri normal, me ëndra, me shpresë, fjala vjen në këtë rast, në këtë krahasim. Pra, nëse ke njerëzit që janë duke u mbështetur morale në praktika, në gjëra, domethënë, dhe ke avokatin e djallit që thotë asgjë s'më intereson. Edhe ti nuk e sheh dot realitetin në syrin e këtyre njerëzve, sepse ti tashmë je bërë ky personi tjetër. Kjo pjesa është shkëputur nga Parlamenti i Zogjve, nga Farid Udin Atar, përkthyer nga Edward Fitzgerald dhe nga William Ralph Finch, Faith, Personal Origin and the Life of Devotion.
në këtë titull. Ashtu si flutura e natës në dëshirën e saj për ta njohur flakën, ishte e gatshme të shkatërronte veten, kështu duhet të jeni edhe ju, duke u bërë person i ri, të jeni të gatshëm të vdisni për veten tuaj të tanishme. Ti je gati që ta lësh pas këtë gjë. Veten tënde, sjelljet e tua. Unë si people pleaser mendoja që kështu i bëja gjërat shumë mirë. Mendoja që kështu njerëzit më donin, dhe derisa erdha në një pikë që thash, nuk ka problem. Edhe nëse nuk do më duan, do bëhem ky avokat i djalli për veten time. Dhe ndryshova. Dhe nuk ka më kthim pas. Por isha gati ta jepja këtë lloj dashurie që unë ju jap njerëzve, isha gati ta zëvendësoja pikërisht me dashurinë që ju jap njerëzve me dashurinë që jap vetes. Më ka dalë shumë herë më mirë. Duhet të jeni të ndërgjegjshëm për të qenë të shëndetshëm nëse doni të dini se ç'është shëndeti. Pra duhet të dish ta vlerësosh atë gjën të cilën ti po e kërkon kaq shumë, sepse nuk ka kuptim nëse ti fjala vjen i thua vetes, dua të jem i shëndetshëm, ose dua të jem ky njeriu i ri, dhe në momentin që bëhesh, e sheh që ka sfida për të përballur. Ndoshta vërtet një pjesë e njerëzve, siç isha unë që kisha këtë pjesën që tash ndryshova faktin që isha people pleaser. Ndoshta vërtet disa njerëz rrinin me mua vetëm për faktin që unë ju jepja vëmendje. Dhe në momentin që unë ndalova së dhoni vëmendje, ata ikën. Po më bërë nder nga ana tjetër. Domethënë, ti duhet ta arrish ta kuptosh pikën kur vërtet mund të humbas diçka. Po duhet ta kuptosh se në fakt po të bën nder. Ajo gjë që po të humbet. Duhet të jeni të ndërgjegjshëm për të qenë të shëndetshëm, nëse doni ta dini se ç'është shëndeti. Është e njëjta gjë. Ti mund të kërkosh për shembull ti je i shëndetshëm, dhe në momentin që je i shëndetshëm dhe nuk ndjen asnjë dhimbje, je gjithkohës me energji, je plot me fuqi. Çfarë ndodh? Do doje ti që të kthehesh prap pas dhe thue, e di ç'ke ti? Nga marr malli për i dhimbje kurrizi, jo, nuk e do më këtë. Duhet ta kuptosh këtë gjë, që i ke lënë pas gjërat që ishin më përpara. Prandaj, për ta mishëruar një vlerë të re dhe më të madhe për veten, duhet të supozoni se tashmë jeni ajo që dëshironi të jeni, e më pas të jetoni me besim në këtë supozim, i cili ende nuk është mishëruar në trupin e jetës suaj. Ndoshta më vërtet nuk e keni mishëruar ende ato që dëshironi, por aty është. Po rritet. Është si një fëmijë i vogël, pra, është si një lindje e re dhe ti duhet të kujdesesh si prindi. Po do jesh prind për veten tënde, për t'i mësuar vetes tënde gjëra të reja. Me besim se kjo vlerë e re apo gjendje e re ndërgjegjes do të mishërohet. Përmes besnikërisë suaj absolute ndaj supozimit se jeni ajo që keni dëshirë të jeni. Ky është kuptimi i tërësisë, kuptimi i integritetit. Atëherë kur nuk kuptojmë nënshtrimin e plotë të vetes ndaj ndjenjës së dëshirës së përmbushur, me sigurinë se ajo gjendje e re ndërgjegjes është ripërtëritja e mendjes që transformohet. Nuk ka asnjë rend në natyrë që korrespondon me këtë nënshtrim të vullnetshëm ndaj vetes, ndaj idealit për te vetes. Pra nuk ka, domethënë, nuk do ta shohësh një lloj nënshtrimi të tillë që ti jesh gati të vdesësh dhe të rilindësh sërish. Për asnjë lloj qenie tjetër nuk e bën këtë, përveç se njerëzit kanë aftësinë e jashtëzakonshme të zhvilluarit të imagjinatës, dhe vetëm njerëzit mund ta bëjnë këtë. Dhe nga ana tjetër, jo të gjithë njerëzit e bëjnë këtë, sepse kanë frikë ose kanë merak ose ku diuna kanë pa aftësi, mendojnë, gjë që është thjesht kufizim në mendjen e tyre, sepse askush nuk është i paaftë, të gjithë janë të aftë. Por është një rend natyre që i korrespondon vetëm njeriu. Vetëm njeriu është totalisht i vullnetshëm për të nënshtruar ndaj një vdekje të një karakteri ose personaliteti njerëzor. Në botën e kafshëve nuk e gjejmë këtë. Prandaj është kulmi i marrëzisë të presësh që mishërimi, një koncepti të ri edhe më të madh të vetes, të vi nga procesi natyror evolucionar. Nuk mund të presësh që të bëhesh 20 vjeç, ose 30, ose 50, ose 80, që ti të arrish një farë pjekurie.
ose që ti të arrish të zhvillosh një karakter më të fortë. Nuk arrihet me moshë. Kjo është një gjë që ti e arrin me vendosmëri. E arrin në momentin, unë realisht një njerëz të cilët ishte një shprehje që thoshte do doja që të kishin kaluar në më shumë zhvillim karakteri, në më shumë situata që të zhvillojnë karakterin. Por unë mendoj që nuk të bën mosha ose situatat, është vendosmëria. Ti mund të përballesh me qindra situata gjatë jetës tënde dhe prap të vazhdosh të mbetesh e papjekur, ose fëminore, ose e paaft. Por nëse ti e ndan mendjen dhe thua unë do t'i nënshtrohem një transformimi rrënjësor vetes time. Tani, nuk ka rëndësi çfarë moshe je, tani do t'i nënshtrohem ti transformimi rrënjësor, ti arrin shumë gjëra. Ti arrin të transformohesh, ti mund të bësh transformimin që nuk ke arritur do ta bësh në 20 vite. Mund ta bësh tani. Por nuk mendoj se është, domethënë nuk është diçka që e thot edhe këtu, është kulmi marrëzisë të presësh që mishërimi i këtij koncepti do të vijë nga mosha. Dhe ne presim që njerëzit të rriten ndonjëherë, ne presim që njerëzit vërtet të rriten, hajse kalon mosha edhe do rriten, por është thjesht çështje mënyre të menduari. Ajo që kërkon një gjendje të ndërgjegjës për të prodhuar efektin e saj, padyshim që nuk mund të arrihet pa një gjendje të tillë të ndërgjegjes dhe në aftësinë tuaj për të adoptuar ndjenjën e një jete më të madhe, për të adoptuar një koncept të ri për veten, ju e zotëroni atë që pjesa tjetër e natyrës nuk e posedon, imagjinatën, instrumentin me të cilin krijoni botën tuaj. Imagjinata juaj është instrumenti, mjeti me të cilin arrihet shpëtimi juaj nga skllavëria, sëmundjet e varfëria. Ti mundesh, o Zot, nuk më besohet, ka qenë gjithmonë kaq e thjeshtë. Thjesht vendos trurin në punë. Imagjino situatën më të mirë të mundshme dhe gjërat do të dalin ashtu siç ti do. A më vjen kaq inat që më është dashur kaq kohë për ta mësuar. Kam qenë 25 vjeç kur mësoja dhe thoshin njerëzit në Pinterest, Flora Zivos që e përmend gjithmonë. Thoshin që shko se mjafton të vendosësh imagjinatën punë dhe unë çfarë ke bërë ti me imagjinatën tënde deri më tani? Absolutisht asgjë. E kam vënë trurin në punë, imagjinatën në punë për gjëra të tipit do kthehem në shtëpi, do vendos një lavatriçe, po imagjinoj ndërkohë Migenën duke vendosur lavatriçen, duke ndarë rrobat, duke hedhur zbutsin, duke hedhur milvat. Nuk është kjo mënyra se si duhet përdorur imagjinata pra. Nëse refuzoni ta merrni përgjegjësinë e mishërimit të një koncepti të ri më të lartë për veten, atëherë ju po refuzoni mjetin e vetëm me të cilin mund të arrihet shpëtimi juaj, domethënë arritja e idealit tuaj. Nëse thoni se nuk do e marr përsipër sepse do pres që të rritet mosha, ka marrë fund kjo gjëja. Edhe unë kur isha 23 vjeç nuk e kuptoja këtë gjë. Sa i kam thënë kushërit tim, a mundemi të ndryshojmë moshën mbar sepse ai bënte 30 vjeç dhe unë shkova për ditëlindje. Ai bënte 30 vjeç, ndërsa isha akoma 23. Edhe më tha mua, po ti sa vjeç je? E thash unë 23. A mund ta ndrojmë? Tha, po të lutem mund tani. Të lutem, tha, mund ta ndrojmë sepse nuk do t'jepja çdo gjë që ti isha edhe një herë 23 vjeç për të kapur mundësitë. Dhe atëherë nuk e kuptova. Atëherë i thash e ke shumë gabim. I thash 30 vjeç është mosha ideale. I thash është mosha kur njerëzit kuptojnë shumë gjëra, arrin të perceptojnë më shumë, arrin të bëjnë më shumë gjëra. Por në fakt ai kishte pasur të drejtë sepse në 23 vjeç duhet ta kisha kuptuar këtë gjë edhe thjesht mund të kisha filluar të sistemoja jetën time që atëherë. Por unë kuptova 25 dhe fillova që atëherë ta sistemoja jetën time. Prap nuk është shumë vonë dhe në fakt më bëhet shumë qefi që kam bërë këtë. Domethënë në sensin që unë që 25 vjeç fillova të mësoja më shumë për manifestimet, fillova të mësoja të rregulloja jetën time dhe pastaj në 30 vjeç gjërat kishin ndryshuar në mënyrë të mrekullueshme. Domethënë, okay, mund ta kisha
në një farë mënyrë mund ta kisha ndjerë që mosha 30 vjeçare për mua do ishte vërtet shumë e këndshme, do ishte moshë shumë e bukur, por fillova nuk prita, në sensin që unë 25 vjeç nuk thash, unë do pres që të bëjmë 30 dhe pastaj do ndryshoj jetën time. Jo. Unë në momentin e parë që thash 25 vjeç jam, në fund të ditës e shoh që disa gjëra po i bëj gabim, hajde ti rregulloj që tani. E nuk është vetëm këto, kuptohet se për shumë njerëz mund të flas për këtë mosha dhe thonë, kur i kemi kaluar ne 30 vjeç minone, nuk ka lidhje. Kjo gjëja mund të ndryshojë në çdo moshë. Nëse ti dëshiron ta përmirësosh veten, ti mund ta bësh këtë gjë në çdo moshë. Imagjinata është e vetmja fuqi shpëtuese në gjithësi. E vetmja fuqi shpëtuese. Mënyra se si të shpëton. Imagjinoj pak një sekond kur jeni përballur me një situatë shumë të vështirë. Dhe direkt ju ka shkuar mendja për 100 gjëra të këqija që mund të ndodhin. Po sikur imagjinata që është e vetmja fuqi shpëtuese, në ato momente të kishte thënë, wait a second, çfarë po bën? Pse po mendon gjërat kaq të këqija? Mendoj gjërat më të mira. Dhe të kishe menduar gjërat më të mira dhe vërtet ta kishe nxjerr veten paq nga gjitha ato situata. Ti kishe hedhur me kaq lehtësi. Sidoqoftë natyra juaj është e tillë që është opsionale për ju, se a do qëndroni në konceptin tuaj aktual për veten, një qenie uritur që digjet për lirinë, shëndetin dhe sigurinë, apo zgjidhni të bëni instrumenti i shpëtimit tuaj, duke imagjinuar veten si ato që dëshironi të jeni, dhe në këtë mënyrë ta ngopni urinë tuaj e të shpëtoni veten. O bëu i fort, pra dhe trim, i pastër, i duruar e i vërtet, punë që është e jotja të mos bëj asnjë dorë tjetër, se forca në çdo nevojë është dhënë me besnikëri, nga shatrvani brenda teje, mbretëria brenda qellit. Mbretëria e qellit është tamam, kjo është thotë se forca për çdo nevojë të është dhënë me besnikëri nga shatrvani brenda teje. Shatrvani është pulsi i energjisë, shatrvani është zemra jote. Është shatrvani, është të pompon një herë dhe i shkon gjaku në çdo qeliz trupit tënë, normal që është shatrvan, edhe shatrvani këtë gjë bën. Domethënë, vjen nga një pikë shumë e vogël e përqendruar dhe shpërndahet gjithandej. Është zemra. Dëshira. Ndryshimet që ndodhin në jetën tuaj si rezultati i konceptit tuaj të ndryshuar për veten, për të paditurit, duken gjithmonë si rezultat, jo një ndryshimi të ndërgjegjes suaj, por i shansit, një rrethane të jashtme ose rastësisë. A jeni njerëz që besoni në shans, në rastësi? A i lini çdo gjë në dorë të fatit? Sepse dëshirat në fakt plotësohen. Megjithatë, i vetmi fat që u drejton jetën është fati i paracaktuar nga konceptet tuaja, supozimet tuaja, sepse një supozim, edhe pse i rrem, nëse këmbgulet në të, do të bëhet i vërtet. Ideali që e kërkoni dhe shpresoni të arrini nuk do të shfaqet, nuk do të realizohet nga ju deri kur të keni imagjinuar se tashmë jeni ai ideal. Pra, ti nuk do mundesh të kesh atë pasurinë e jashtëzakonshme nëse nuk ja beson vetes që ti je ky njeri me pasuri të jashtëzakonshme. Dhe në momentin që ti ke një pasuri të jashtëzakonshme, mos mendoni që njerëzit e pasur shkojnë vërdall duke shpenzuar lek. Ndoshta kjo është mënyra se si ti po e keq kupton. Në momentin kur unë them je personi që ka pasuri të jashtëzakonshme, nuk e kam fjalën që ti të shkosh dhe ato 500 lek që ke në xhep të shkosh edhe ti lësh rrugëve. Një njeri me pasuri të jashtëzakonshme, kursen, është shumë i duruar në blerjet që bën, nuk bën asnjëherë blerje emocionale. Njëri i pasur investon ose krijon gjatë gjithë kohës, edhe nëse nuk ka para për të investuar, ka ide dhe të njëjtën gjë. Ja kam thënë unë, dikur më bëri një pyetje dhe më tha, po si tha të investoj, tha kur unë nuk kam lek as për të kursyer, as për të bërë asnjë gjë. Dhe thash, shiko, ky YouTube që unë kam, është thjesht një ide, për sot më paguan. Sot mjafton që ti të kesh iden. Edhe mendoni, dijeni që idet paguan. Prandaj unë gjej rastin për të bërë thirrje nëse njihni ndonjë që ka kompani uji.
Pra mund të jetë menaxher ose CEO ose administrator ose pronar i një kompanie uji në Shqipëri. Jam vërtet shumë interesuar. Dua t'ju ndihmoj edhe ju përmes kësaj ides që kam unë. Ideali që kërkoni dhe shpresoni të arrini nuk do të shfaqet, nuk do të realizohet nga ju deri kur të keni imagjinuar se jeni tashmë ai ideal. Nuk ka shpëtim për ju, përveç se nga një transformim rrënjësor psikologjik i vetes, përveç se nga supozimi juaj për ndjenjën e përmbushjes së dëshirës suaj. Jam investuar kaq shumë në libra psikologjik për të mësuar, domethënë kaq shumë në lidhje me psikologjinë, në lidhje me mënyrën se si mendojnë njerëzit. Edhe mendoj që ka qenë investimi më i mirë që kam bërë sepse më ka lënë të kuptoj shumë gjëra. Ndryshe nga çfarë mund të më kishte lënë të kuptoja, fjala vjen të lexuarit e një romani shumë të bukur ose poezit, ose librat me poezi, ose njerëzit mund të kenë shkruar gjëra të mrekullueshme edhe në këto, absolutisht. Por thjesht unë nuk e kam harxuar kohën me to. Kam mësuar më shumë për psikologjinë. Dhe më duhet ta them që më është kthyer investimi. Prandaj bëjeni rezultatet ose arritjet, testin vendimtar të aftësisë tuaj për të përdorur imagjinatën tuaj. Gjithçka varet nga qëndrimi juaj ndaj vetes. Ajo që nuk do ta pohoni si të vërtet për veten, nuk mund të realizohet kurrë nga ju, sepse vetëm ai qëndrim është kushti i nevojshëm me të cilin realizoni qëllimin tuaj. Shiko sa e thjeshtë është. Shet diçka në rrugë ose shet diçka te një person, edhe thua unë e injoroj këtë lloj versioni. Nuk dua që të përdorni fjalët unë nuk e dua këtë lloj jete. Sepse ju kam thënë, universi nuk i njeh pjesëzat mohuese dhe ju do përfundoni duke thënë unë e dua këtë lloj jete dhe universi do t'ua jap. Ideja është e tillë. Thuaj unë e injoroj këtë version. Dëgjoni tash e theme për një person edhe shihni që sa për qof larg i ka shkuar jeta, thjesht thuaje mos qofsha ajo, ose prap mos qofsha i bjet që thjesht qofsha. Thjesht thuaj e injoroj këtë lloj realiteti. E injoroj këtë lloj informacioni, do dohet mos e kisha pasur kurrë këtë lloj informacioni. Sepse në momentin që ti thua mos qofsha si ajo, praktikisht thua qofsha, pra po bëhesh, kështu që duhet jeni shumë të kujdesshëm me fjalët. Unë mendoj që një pjesë e mirë e njerëzve nuk arrin dot të manifestojnë siç duhet, vetëm për nga fjalët që përdorin, fjalori, leksiku. E dini që fjalori bën ndarje shumë të mirë të njerëzve mes një njeriu që ti mund ta dallosh një njeri që është profesionist, ti mund ta dallosh një njeri që nuk ka iden ku është, vetëm nga mënyra se si flet ose nga fjalët që përzgjedh. Për shembull, ecja në rrugë, edhe rastësisht, në fakt këtë ditë kam qenë pa kufje sepse kam një piercing këtu në vesh, edhe kam vrarë çik veshin. Domethënë nga kufjet që më kishin ngecur keq te piercing. Edhe ideja është e tillë, po ecja në rrugë pa kufje. Në momentin që po ecja në rrugë pa kufje, fillova të dëgjoja njerëzit rreth rrotull, e kupton që s'më kishte ndodhur prej shumë kohësh. Dhe ti mundesh të kuptosh se sa botë të vogla dhe të shpifura dhe të ndyra janë disa. Vendosa që nga i momenti injoroja, dhe thjesht tash o zot, mi largo këta njerëzish, e injoroj, domethënë dëgjova një vajzë të re, e cila të moste një nga këto vejpët e çuditshëm, domethënë edhe thjesht shante me fjalë të ndyra dhe isha kështu, no, veshët nuk e mbylla dot se isha mes rrugës, edhe isha kështu, thjesht nuk e doja një lloj energjie afër meje, nuk e doja një lloj vale zanore të tillë në veshët e mi. Edhe thjesht po i thoja vetes time kështu, ecë shpejt se ka armë, si do të ai, pash një pozicion të prirët. Edhe po unë se pash fare, realisht isha shumë pa interesuar dhe thjesht po i thoja vetes time, injoroj këtë lloj realiteti, injoroj, nuk ekzistoj, sepse vërtet më duk shumë, domethënë ka kaq shumë njerëz që humbasin
në përgjumjen e shpirtit tyre, dhe është për të ardhur keq. E kanë përgjumur shpirtin e tyre në fjalë banale, në asnjë lloj kulture, zero, domethënë, asnjë lloj kulture në momentin që flasin. Edhe personalisht mbaj mend që nuk kam sharë, mua kam thënë dhe këto më përpara, unë nuk kam sharë kurrë në gjuhën shqipe. Pa kam thënë madje gjatë kohës së një meditimi. Nuk kam sharë kurrë në gjuhën shqipe, edhe jam shumë e lumtur për këtë. Jam shumë e lumtur që nofullat e mia nuk din se si të reagojnë në momentin që unë do të dua të shaj, fjala vjen në gjuhën shqipe. Edhe kam përshtypjen që nofullat e mia do më ndalonin nëse unë do filloja të shaja. Nofullat e mia do më ndalonin edhe do thoshin, jo, ne nuk e kemi marrë kurrë këtë komandën, çfarë po na thua? Edhe do më ndalonin. Jam e sigurt për këtë. Megjithatë, disa njerëz domethënë mund të dallosh që janë profesionistë për nga fjalori që flasin, për nga mënyra se si shprehen, për nga ligjërimi që kanë, domethënë ligjërimi bisedor që shprehen në atë moment është vërtet shumë i këndshëm. Edhe disa njerëz mund t'i dëgjosh pafundësisht, vërtet janë shumë të këndshëm. Dhe disa të tjerë i ke domethënë që e kupton që edhe pse mund të jenë duke u përpjekur për që njerëz më të mirë, duke u përpjekur për të manifestuar, duke u përpjekur për të bërë diçka, dhe ti është që përdorin disa fjalë që janë të gabuara. Pra, në momentin kur ti thua do doja të mos e kisha këtë jetë të ndyrë. Çfarë ndodh? Mos e kisha, do doja ta kisha këtë jetë të ndyrë. Që nga ky moment ti fillon, sepse ndonjëherë njerëzve ju thjesht ju mungojnë fjalët, ju mungon mënyra e të shprehurit. Për shembull, sa bukur do ishte bota nëse njerëzit do thoshin gjatë gjithë kohës shëndet, bekime, por ne kemi degeneruar totalisht gjuhën shqipe në ciao, hajt, bye, hajt, ca fjalë kod pa lidhje, domethënë që ose për shembull është edhe ajo që thotë mos më thuaj selam aleikum, më thuaj të ngjat jeta. Domethënë ne kemi thjesht mungesë leksiku, kemi thjesht mungesë fjalësh në ligjërim bisedor, jemi shumë të thatë, jemi shumë të varfër në këtë, dhe mendoj që njerëzve do i bënte shumë mirë nëse do fillonin të mësonin fjalë të reja të mira. Edhe fakti ndikon momentin kur ti je gjithkohës duke u ankuar. Në momentin që ankohesh për çdo gjë, e ke shumë herë më të vështirë për të kaluar nga ankesa pafundësisht në mirënjohje. Mirënjohje, edhe mendoj që kjo është fatkeqësi për një pjesë të njerëzve. Do doja që nëse është një person, fjala vjen që nuk ankohet shumë shpesh, pra e ruan, e kultivon një lloj mentaliteti të mos ankuarit, e ka shumë herë më të lehtë që të kalojë në një gjendje mirënjohje. Por ajo që nuk do ta pohoni si të vërtet për veten tuaj nuk mund të realizohet kurrë. Prandaj mos e pohoni. Gjëra mos i thoni asnjëherë, mos e shani veten tuaj, mos i thoni asnjëherë gjë të keqe vetes suaj, sepse vetëm në atë mënyrë nuk do të arrini dot kurrë të manifestoni. Ama çdo gjë që ju i pohoni vetes nga ana tjetër, gjë që është shumë gjë e mirë mendoj unë, sepse mund të thoni vetes jam më e mira, jam shumë e aftë, jam shumë e bukur. Jam e pasur, jam e dashuruar, jam e bekuar, jam mirënjohëse. Të gjitha këto fjalë, nga ana tjetër, na e bëjnë jetën shumë më të bukur. E gjithë transformimi bazohet në sugjerim dhe kjo mund të funksionojë vetëm aty ku jeni plotësisht të hapur ndaj një ndikimi. Pra, ju duhet jeni tërësisht të hapur ndaj këtij ndikimi që doni t'i ushtroni vetes tuaj, plotësimit të dëshirës në këtë rast. Ju duhet ja jepni veten idealit tuaj ashtu si një grua i jepet dashurisë. Më pëlqeu ky krahasimi që ka bërë. Megjithatë, për një moment mbeta dhe thash, po pse vetëm gratë i jepen dashurisë? Do ishte shumë bukur që edhe burrat i jepen dashurisë. Sepse dhënia e plotë e vetes ndaj idealit tuaj është mënyra për të bashkuar me të. Duhet ta supozoni ndjenjën e përmbushjes së dëshirës deri kur supozimi juaj të ketë gjithë gjallërinë shqisore të realitetit.
Duhet ta imagjinoni se tashmë po e përjetoni atë që keni dëshirë. Domethënë, duhet ta supozoni ndjenjën e përmbushjes së dëshirës suaj deri kur të posedojeni prej saj dhe kjo ndjenjë t'i grumbulloj të gjitha idetë e tjera nga ndërgjegja juaj. Njeriu që nuk është i përgatitur për zhytjen e vetëdijshme në supozimin e dëshirës së përmbushur me besimin se është e vetmja rrugë drejt realizimit të ëndrrës së tij, nuk është ende gati që të jetojë me vetdije sipas ligjit të supozimit. Dua të më dëgjoni pak me vëmendje edhe një herë në këtë. Megjithëse thot nuk ka dyshim se ai jeton sipas ligjit të supozimit, por në mënyrë të pandërgjegjshme. Siç ju thash edhe një herë, domethënë do i kthem edhe një herë me durim. Ne jemi gjithkohës në ligjin e supozimit. E mendoj veten duke supozoj se jam këtu, supozoj se jam atje, supozoj se jam duke folur me këtë, supozoj se po e pi kafen me miqtë e mi, por në fakt shumë gjëra janë ndryshe për moment. E çfarë ndodhet? Njeriu që nuk është i përgatitur për zhytjen e vetëdijshme në supozimin e dëshirës së përmbushur me besimin se kjo është vetmja rrugë drejt realizimit të ëndrrës së tij, nuk është ende gati të jetojë me vetdije në ligjin e supozimit. Ideja është që të duhet të jesh i përgatitur për të zhytur pikërisht me vetdije në këtë supozim të ri. Të zgjohesh çdo mëngjes duke supozuar veten që ti je njeriu më i pasur, që je ti dhe Elon Musk e nuk ka njëri tjetër. Në këtë sens, dy njerëzit më të pasur sipas Forbes. Ti dhe Elon Musk. Nëse është kjo, nëse je duke kërkuar dashurinë, ti duhet ta supozosh në 100% të vetes tënde që je ti, që po zgjohesh krah bashkëshortit tënd. Dhe bashkëshorti yt është normalisht ai që ti do. E çfarë ndodh? Duhet patjetër që ta besosh tërësisht këtë, sepse nëse ti nuk e pranon këtë në mënyrë të vetëdijshme, ti në mënyrë të pavetëdijshme je duke i dhënë vetes tënde të gjitha gjërat e tjera. Vetmin, varfrin, gjitha këto gjërat. Në mënyrë të pavetëdijshme, që të kuptohemi. Kam manifestuar, domethënë, në rastet e fundit që kam qenë live me ju, që kam bërë këto video të cilat më duhet ta pranoj, janë më të shpeshta se sa ditët e tjera, sepse kam qenë çdo ditë me një video të re. Kam thënë shumë shpesh shembullin e I'm rich, baby, I'm rich. Jam shumë e pasur dhe nuk e keni idenë se më vjen burime parash nga mënyra nga vende që as nuk e kisha imagjinuar kur në botë, që unë mund të merja para. Burime të ndryshme financiare, nga më të çuditshme, që kam ngelur kështu. Jo, domethënë, what? Po, në këtë sens. Hapa syt, por pastaj u kujtova që kam syze, kam ngletur kështu. What? Vërtet? Vërtet për marrë para edhe nga kjo gjëja? Si është e mundur, ose më kanë ardhur ide, sepse unë i thash vetes time, unë jam investitore dhe kanë filluar me burojnë idet nga veshët. Nuk e di, thjesht përvetsoj këtë lloj migene të re edhe për mishëroj duke manifestuar këtu me ju. Gjatë gjithë kohës. Dhe realisht mund të them që ka qenë një gjë e mrekullueshme. Dhe mendoj që transformimi nis aty ku ti je tërësisht i hapur ndaj këtij ndikimi. Ti ja ke pranuar vetes tënde dhe e lejon veten tënde të ndikohesh nga kjo gjë. Unë dua këtë gjë dhe e pranoj që nuk kam shumë lek tani, por jam super rich në personin e ri që unë imagjinoj për veten time dhe manifestohet. Vetëm aty ku jeni plotësisht hapur ndaj ndikimit dhe di si më vjen ai dëshira, më vjen dhe më përplaset në fytyrë dhe thot po të ndikoj unë. Ja, edhe unë i them, okay, jam e hapur ndaj këtij ndikimi. Më ndiko të lutem. Më ndiko, më jep më shumë pasuri. Dua të supozoni ndjenjën e përmbushjes së dëshirës deri kur supozimi juaj të ketë gjithë gjallërinë shqisore të realitetit. Dua ta ndjeni këtë gjë dhe i dua, fjala vjen, nëse ndjeni sikur dëshironi më shumë pasuri. Thjesht
nuk po them që ju të çoni tani dhe thuaj, wow, ndjem shumë e pasur, do shkoj të darkoj sonte në restorantin më të shtrenjtë. Jo. Wow, ndjem shumë e pasur. Do dal për një shëtitje. Ama në atë shëtitjen që ti bën, me duart e tua në xhepa, nuk ka rëndësi. Ec si $1 billion deal. Ec si kur ti je superstar. Ec si kur ti je vetëm ti dhe ke $1 milion në xhep. Ec me këtë ndjesi. Shikoj qytetin nga një këndvështrim i ri ku ti thjesht i ke $1 milion në xhep dhe thjesht thua, më pëlqen ky apartamenti, ndoshta mund ta blej, të investoj në real estate. Më pëlqen ky dyqani, ndoshta mund ta blej, të investoj në edhe ta lë me qira ku diuna. Ec me këtë lloj ndjesie. Supozimi duhet ta ketë të gjithë të gjallërinë e shisore të realitetit. E ku ka më mirë se, domethënë, të ndjesh edhe gjallërinë, edhe atë realitetin në një, si mund t'i bësh këto gjëra. Domethënë, është një teknikë që të ndihmon ty për të ecja nëpër qytet, të ndihmon në këtë mënyrë. Duhet të imagjinoni se tashmë përjetoni atë që keni dëshirë, domethënë duhet ta supozoni ndjenjën e përmbushjes së dëshirës tuaj deri kur të posedojeni prej saj, e kjo ndjenjë t'i grumbullojë të gjitha idetë e tjera nga ndërgjegjja juaj. Pikërisht sapo të pranoni vetes që ju jeni njeriu më i pasur në botë të çdo gjë tjetër, ju keni mundësi që të jepni vetes pikërisht këtë, ti lini atë rrugën hapur të gjitha ideve të tjera të cilat do t'u plotësojnë këtë, sepse sot njerëzit, pavarësisht se ka miliarda njerëz në botë, pavarësisht se ka triliarda e triliona ide të reja që vinë çdo ditë, prap, pavarësisht se është edhe inteligjenca artificiale në përkëmb diku në këtë mes, në gjithë katrahurën, prap njerëzit sot vlerësojnë idetë. I vlerësojnë njerëz zakonisht shumë dhe unë jam e bindur që idetë vlerësohen nëse dini t'i qaseni atyre ose ja pranoni vetes. Njeriu që nuk është i përgatitur për zhytjen e vetëdijshme në supozimin e dëshirës së përmbyllur, më duket unë e lexova ndonjëherë këtë. Apo ju ktheva edhe një herë. Okej. Okej, pas kam qenë këtu poshtë. Por për ju që e planoni këtë parim dhe jeni gati të jetoni, atëherë njeriu që nuk është i përgatitur për zhytjen e vetëdijshme në supozimin e dëshirës së përmbushur me besimin që është vetëm rrugë drejt në realizimit të ëndrrës së tij, nuk është ende gati të jetojë me vetdije sipas ligjit të supozimit, megjithëse nuk ka dyshim se ai jeton sipas ligjit të supozimit, por në mënyrë të pandërgjegjshme. Personalisht nuk do doja që t'ja lija vetes këtë luksin për t'jetuar në mënyrë të pandërgjegjshme, në një kohë që gjithë njerëzit po zgjojnë ndërgjegjen e tyre, po e zgjojnë për të manifestuar jetë të mrekullueshme. Pra, na është dhënë të gjithëve ndërgjegja, secili për nesh e ka ndërgjegjen e vet. Dhe nëse 5 veta rreth meje po zgjojnë ndërgjegjen e tyre dhe po thonë që shiko se unë do ta zgjoj ndërgjegjen dhe do bëj më shumë para, dhe 5 të tjerë thonë unë do arri suksesin, unë do arri punën më të mirë, unë do arri këtë, unë do arri atë. Unë do ndihesha shumë keq nëse jam e vetmja që nuk po e zgjoj ndërgjegjen. Ti them ndërgjegjes time, s'ka gjë, rri dhe pak në gjumë. Bëj dhe një çik kështu, kontrollo video në TikTok ose në Instagram. Rri dhe një çik, pi atë kafen edhe shpenzoj kohën tënde duke bërë vrap nga liçeni. Nuk është shpenzimi kohës, është mënyrë shumë e mirë ti japësh kohë vetes tënde për të vrapuar, për të qenë i shëndetshëm, por ti japësh mundësinë vet, domethënë në këtë kohë ku ke kaq shumë njerëz që janë gjithkohës duke thënë e kam zgjuar ndërgjegjen time dhe po manifestoj pasuri të jashtëzakonshme, dashuri, lumturi, gjitha gjërat e tjera, dhe unë t'i them vetes time vazhdo rri në gjumë? No. Nuk mundem ta bëj këtë. Sinqerisht nuk mundem ta bëj. E për të arritur një nivel më të lartë të qenjes, duhet ta supozoni një koncept më të lartë për veten. Pra duhet ta imagjinoni jetani ti me 800 lekë në xhep, 800 lekë në xhep. Dhe ke lekë vetëm për kafen. Konsideroj veten si një njerëz që mundesh ta sigurosh edhe ujin. Kupton? Ti mund t'i blesh të dyja. Konsideroj veten që tani dhe niset që këtu, ke bler kafen, imagjinoj veten si njëri që thua, wow, unë do porosis edhe ujë dhe kafe. Gjërat vogla.
Nëse nuk imagjinoni veten ndryshe nga ajo që jeni, atëherë mbeteni siç jeni, e nëse nuk e besoni se unë jam ai, do të vdisni në mëkatet tuaja. Thot Gjoni 8:24. Nëse nuk e beson se je ai personi që dëshiron të jesh, ai, pra ideali yt, atëherë mbetesh ashtu siç je. Këtë do thot, unë jam ai. Nëse nuk e beson që unë jam ai, pra ti mund ta shohësh edhe në sensi siç e ka sjell Bibla, pra nëse nuk e beson që unë jam ai, unë jam Zoti, ju do të vdisni në mëkatet tuaja. Normalisht mëkatet tuaja nuk do t'ju falen edhe sepse nuk po e besoni që Zoti ju ka ardhur përballë. Por në këtë rast e kemi të shpjeguar dhe mua më pëlqen shumë Bibla. Librat fetar e kanë shumë të mirë këtë gjë, sepse ti mund të nxjerrësh kuptime të pafundme, edhe të gjesh ato që të përshtatet ty, të gjesh veten në çdo fjalë, dhe të gjesh sigurisht edhe shpjegimin për situatën tënde. Dhe thot, nëse nuk e beson se unë jam ky personi i ri që dua të jem, nëse unë nuk ja besoj vetes time në radhë parë që unë jam Migena që jam e aftë për të porositur edhe kafe edhe ujë, thot, atëherë unë do mbetem ashtu siç jam, vetëm me kafen. Duhet ja besoj pra vetes. Edhe nëse sot, me të vërtet, unë jam ulur dhe kam vetëm kafen përballë, sepse nuk kam mjaftueshëm para, sepse nuk jam ende në atë pikën ku unë duhet të shpenzoj. Jam në atë pikën ku duhet të kursej me mençuri, por ndërkohë t'ja jap ndjesinë vetes time dhe t'i them, okay, imagjinoj ulur në kafe, merre kafen dhe imagjinoj se kur kamarierit vjen dhe thot, ja, harrova ujin. Edhe ta sjell ujin. Edhe ti e di që je në gjendje për ta paguar atë. Por nëse ti nuk e imagjinon, qoftë ta bësh këtë lojë pak me mendjen tënde në fillim, pra nuk është nevoja që të shkosh ditën e parë dhe të thuash pse nuk ndodhi. Ulu, 1 ditë, 2, 3, në momentin që ti e pi atë kafen sepse mund ta kesh edhe të nevojshme. Vëre pak truri në punë, imagjinoje, vendose imagjinatën në punë, duke thënë ai tipi që, prit një sekondë se harrova të sjell ujin. Nëse nuk e bën këtë gjë, ti do mbetesh ashtu siç je. Do mbetesh gjithë jetën vetëm me kafen përpara. Nuk do të vi kurrë uji, nëse ti nuk e vendos imagjinatën në punë. Nëpërmjet kultivimit besnik, sistematik të ndjenjës së dëshirës së përmbushur, dëshira bëhet premtimi i përmbushjes së vet. Pra thjesht fakti që ti e shpreh këtë dëshirë, i ke premtuar vetes që ti do e arrish. Supozimi i ndjenjës së dëshirës së përmbushur e bën ëndrrën e së ardhmes fakt të së tashmes. Do ta lëm me kaq. Edhe e di që ju jeni duke parë këtë në një moment tjetër, në kushte të tjera, por ky libër vërtet flet për kaq shumë gjëra. Unë përpiqem që t'ua shpjegoj, t'i sjell në gjëra sa më reale, sa më konkrete, sa më të prekshme. Jam e sigurt që edhe ju keni shembuj të jashtëzakonshëm për dhënë, por shpresoj vërtet që edhe nëse nuk jam live, domethënë për t'i diskutuar drejt për drejt këto lloj shembujsh, shpresoj ta bëni auditin me veten tuaj. Në momentin që e dëgjoni diçka të tillë, pra që të gjithë të tjerët po e zgjon ndërgjegjen për të pasur më shumë pasuri, ashtu siç po bën Migena, po e zgjon Migena ndërgjegjen e saj për t'i ardhur burime financiare nga më të çuditshme, nga më të largëtat, nga më të paimagjinueshmet. Dhe kur Migena po e bën këtë gjën, shpresoj të nxjisë brenda jush atë ndoshta një lloj ndjesie tjetër për të thënë thjesht, po unë çfarë po bëj me veten time? Po pse po e lë veten time të flej gjumë? Po pse po kaloj 3 orë në Instagram thjesht scrolling? Kur mund të isha duke kaluar gjysmë ore në Instagram scrolling. Dhe gjysmë ore duke dëgjuar një video në YouTube që më vlen shumë herë më shumë se sa Instagrami që të publikon 700 video, të cilat janë thjesht me meme. Meme, pra është kalbjetruri. Nuk kam asgjë kundër rrjeteve sociale, mund t'i përdorni, ka shumë njerëz që i përdorin për të përfituar. Ju urime, bravo ju qoftë. Por duhet jeni ju ata që krijoni. E nëse vërtet e përdorni rrjetet sociale për të fituar, dhe jeni ju ata që krijoni, se po shija nëse kam pasur mikrofonin ndezur apo jo.
Nëse ju e përdorni rrjetet sociale për të krijuar dhe jeni ju ata që po përfitoni më shumë prej rrjeteve sociale nga sa po jepni, sepse deri më tani jeni thjesht në humbje, jeni thjesht duke dhënë. Ju i jepni kohën, gjëja juaj më e çmuar është koha, dhe ju po ja jepni ato rrjeteve sociale pa marrë asgjë në këmbim, përveç se një mpirje truri. Dhe mpirja e trurit ka diçka. Në momentin që mpihet truri, nuk është se ka gjetur zgjidhje. Ju e dini shumë mirë si funksionon me një plag. Fjala vjen, ju shkoni në spital, keni thyer këmbën, edhe jeni në dhimbje të tmerrshme, çfarë ndodh? Në spital direkt ju japin një shqetësues, ju mpin dhimbjet. Dhe nuk i ndjeni. Por kjo nuk është zgjidhja, sepse në momentin e parë që kjo mpirje do të largohet, dhimbja do të kthehet sërish. Edhe e kupton aty që nuk e ke gjetur zgjidhjen. Shpresoj vërtet që t'ju ketë nxitur ndoshta pak, thjesht sa për të bërë atë auditin e jetës suaj, për të kuptuar ku jeni, për të kuptuar çfarë po bëni, për të kuptuar sa po jepni botës. Do shihemi sërish në një video tjetër. Faleminderit që ishit këtu.